Pas zbulimit nga televizioni Klani, vendimit të palishëm dhe skandalos të Ministres së Kulturës për të varrosur zbulimet arkeologjike të dala në dritë nga punimet për rehabilitimin e qendrës së qytetit të Lezhës, asnjë nga institucionet përgjegjëse nuk ka reaguar, edhe pse vendimi i Ministres Mirela Kumbareu, që drejton edhe Këshillin Kombëtar të Arkeologjisë, është në shkelje të hapur të ligjit për trashëgiminë kulturore, institucionet përkatëse kanë preferuar të heshtin. Vendimi për të mbuluar këto zbulime të rralla bie në kundërshtim me nenën 49 të ligjit, ku thuhet qartësi se dëmi shkaktuar në objektet unikale të trashëgimisë kulturore përbën në çdo rast vepër penale dhe dënohet sipas legjislacionit. Ai shkel edhe nenën 47, në të cilin kërkohet ndryshimi i punimeve ose ndërprerja përfundimtare e tyre. Por Ministri Kumbareu dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë marrin vendime për betonizimin e tyre, një herë për gjithnjë, ndërsa institucionet e tjera shtetërore bëhen bashkëfejtore duke heshtur ndaj këtij skandali. Përballë kësaj situate ku me një të rënë të lapsit, pasurisë tonë kombëtare i vendoset përsipër beton, i vetmi që ka reaguar është ish kryeministri Sali Berisha. Duke quajtur Lezhën si kryeqendrën shqiptare të gjitha kohërave, Berisha shkruan se Instituti Arkeologjik Gjerman e kishte përcaktuar vite më parë Lezhën si trevën arkeologjike më të rëndësishme të vendit. Ish kreu i qeverisë thotë se kreu i qeverisë, piktori dështak siç e quan ai, po varros këto pasuri përrallore dhe t'i betonoi barbarisht duke dhunuar ligjet e vendit dhe duke bërë një krim të mirëfillt. Ai sqaron se Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje për studimin dhe mbrojtjen e pasurive të çmuara arkeologjike të Lezhës dhe u bën thirrje qytetarëve dhe intelektualëve të zonës t'i mbrojnë me protesta vlerat e mëdha arkeologjike dhe kulturore të qytetit. Prej disa ditësh, në zemër të qytetit të Lezhës, pas gërmimeve për urësjellës kanalizimet, ka dalë në dritë një mur dhe një ure shekullit të 5 të 6 e Erëson. Pas ndërprerjes së punimeve, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë në mbledhjen e 31 marsit vendosi për strukturën që përbëhet nga një bazament i poshtëm drejt këndor, si për të cilit ngrihet një hark në formë qemeri, të shikohet mundësia e devijimit të linjës së ujësjellësit. Në pamundësitë të tij, pas kryerjes së testimeve të nevojshme, të vijoi zbatimi i projektit. Ky vendim i hap rrugë varrosjes së këtyre strukturave antike, pasi e njëjta logjik u ndoq për një tjetër zbulim të bërë në nëntorin e 2014-s. Edhe në atë kohë, sërish Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, kryesuar nga Mirela Kumbareu, vendosi mbulimin me gur dhe pllaka të këtij muri të antikitetit, i gjendur para sheshit të Bashkisë së Lezhës. Tashmë kur kujtesa se një popull i hidhet gur e llaç, në kundërshtim me ligjet që e përcaktojnë këtë si vepër penale, i mbetet prokurorisë të nisë një hetim kryesisht ndaj Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë dhe vetë ministres për shkelje të ligjit të trashëgimisë kulturore.